Zonja Cukalla, do të vazhdojmë me njëherë bashkë, por kam edhe dy pyetje për doktoresh Matin. Tashmë edhe pas bisedës me zëvendës ministren. Doktoresh, në rast se kanceri diagnostikohet në fazat hershme, sa është përqindja ose mundësia që ai mund të shërohet plotësisht? Plotësisht i shërueshëm. Dhe kjo është arsyeja pse thirrjet vazhdojnë dhe janë të qëndrueshme për sa i përket diagnostikimit të hershëm dhe kontrolleve periodike. Pra nëse një grua respekton mamografinë dhe ekografinë e përvitshme, ose sipas riskut të saj individual, sepse ndonjëherë nuk mjafton vetëm mamografia dhe ekografia, por duhet të përcaktojë një risk individual të grave për sa i përket zhvillimit të një kancer gjiri, dhe pastaj hartohet një kalendar depistimit i personalizuar. Dhe nëse arrim ta kanalizojmë një grua në këtë kalendarin e depistimit të personalizuar, kemi mundësi të identifikojmë një tumor në stadin e tij të hershëm, kur është 100% plotësisht i shërueshëm. Dhe thirrja në fakt duhet të shkojë drejt kësaj. Ndërsa të thoja diçka edhe për Barnat për sa i përket do ta diskutojmë atë, patjetër që do ta diskutojmë, por sepse kemi dëgjuar dhe raste të grave të prekura, të cilat fatmirësisht janë shëruar, por ekziston frika gjithmonë, sipas asaj se çfarë u ka thënë mjeku, që kanceri dhe mund të rikthehet. Patjetër, gjithmonë është ky risk. Pra risku për një grua e cila është diagnostikuar një herë me kancer gjiri është gjithmonë më i lartë se sa një grua që nuk ka qenë asnjëherë diagnostikuar me kancer gjiri. Pra që mund të rizhvillojë të njëjtën sëmundje apo mund të rizhvillojë një kancer të dytë të gjirit. Dhe kjo është arsyeja. Pra kujdesi duhet jetë i përhershëm. Patjetër, dhe kjo është arsyeja pse gratë edhe pasi diagnostikohen me kancer gjiri qëndrojnë protokolleve të ndjekjes. Pra është një ndjekje e ngushtë e cila hartohet gjithmonë në mënyrë të personalizuar për secilën grua. Dhe gjithmonë duke pasur në vëmendje që kjo sëmundje edhe mund të rikthehet, por mund të shfaqet edhe një e dytë e ngjashme. Pra diagnostikimi në fazat e hershme është shumë i rëndësishëm për shërimin e kësaj sëmundje. Prandaj dhe bëhet hira e vazhdueshme. Është më i rëndësishme, sidomos kur flasim edhe për vende si Shqipëria ku resurset e trajtimit ne i kemi të limituara, ku kostot e trajtimit janë shumë të larta. Gratë gjithmonë trajtojnë më thjesht, më pak intensivisht tumorin nëse ato e diagnostikojnë në kohë. Zonja Cukalla, atëre, jemi bashkë, po na dëgjon dhe unë ju falenderoj shumë për durimin. Fillimisht, të tregoni diçka lidhur me përvojën tuaj me këtë sëmundje. Kur jeni diagnostikuar? Dhe si unë nuk jam okay. Unë nuk jam shembulli për të marrë në fakt. Unë jam diagnostikuar shumë rastësisht, edhe pse nuk isha në një moshë ose isha në një moshë që protokollet e kontrolleve duhet të ndiqja rreptësisht. Në një tetor roz, në 2023, me një familjare timen që ka patur problematika me gjirin, unë e shoqërova dhe për t'i dhënë kurajo, thash me që jam po bëj dhe vetë një kontroll. Aty normalisht kuptova që pas një shenjë, pas një shqetësim, unë në fakt vuaja nga kanceri i gjirit. Gjërat pastaj rodhen shumë shpejt, sepse nuk mund të themi që edhe pse dua të jem e sinqert, unë jam kontrolluar në një klinikë private, dhe më pas ndoqja po prap rrugën jo në spital publik. Gjërat nuk janë si para 4-5 viteve që dëgjoja gjërat, ose më saktë ndjekja nuk është si para 4-5 viteve që kam parë tek mikeshat e mia që kanë kaluar këtë peripeci. Nuk ishte kur është diagnostikuar ka qenë në fazë të hershme. Po, fati im i madh ky ishte që rastësia e solli që unë ta kapja në fazë të hershme. Po, çfarë trajtimesh më pas? Sa ka zgjatur i gjithë ky proces, kjo betejë? Unë pas mastektomisë, se u vendos ky protokoll, e kam bërë në një vend fqinj. Mastektominë edhe kemioterapitë. Ndërsa radioterapinë e kam bërë në Shqipëri në spitalin publik. Besoj një periudhë 6 mujore. 6 mujore. Si kanë qenë ato 6 muaj për ju? Unë jam nënë e 2 fëmijëve. Natyrisht të mbyllesh në dhomë për muaj të tërë
dua të më falni, dua të më mirë kuptoni. Patjetër. Të mos ndjekësh dot ecurinë e përditshmërisë së fëmijëve nuk ishte gjë e lehtë. Unë pata mbështetje nga familja, nga miqt, nuk jam natyrë qaramane, më besoni, po kur e kthej kokën pas dhe kuptoj ajo neglizhenca për shëndetin tim më bëri që unë të kaloja nëpër një kalvar që mund ta kisha kursyer vetes, u them të gjitha mikeshave të mia të njohura dhe të panjohura, mos e lini veten në dorë të rastisë. Unë e lash në dorë të rastisë. Nuk është vetëm tetori roz për të ndërgjegjësuar. Nuk është vetëm, unë kam një profesion absolutisht jeta e kujdo, por veçanërisht e grua, sepse mendoj që roli është ne presim shumë fije në përditshmërinë e familjes dhe unë këtë kuptova që preva shumë fije. Unë kam një profesion që merrem vazhdimisht me ndërgjegjësimin dhe spilat ishin një pjesë e përditshmërisë time. Dhe unë udhuroja spila apo punoja për to dhe vetë nuk e kisha kthyer kokën të ndërgjegjësoja veten time. Prandaj shërben dhe këto biseda, zonja Cukalla, dhe ato lot janë një thirrje për të gjitha ato gra, të cilat nuk duhet ta lënë veten pas dore, por duhet të kontrollohen dhe jo vetëm gjatë tetorit, por në çdo muaj të vitit. Ishte një mesazh shumë i bukur në fakt ky që zonja tha për mos t'ia lënë rastësisë. Mos t'ia lënë rastësisë. Është vërtet, domethënë diçka që duhet ta themi, nuk duhet t'ia lëmë rastësisë. Për vit kontrolli i gjirit duhet të jetë dhe jo vetëm në tetor, por për gjatë gjithë vitit. Domethënë do të zgjidhet një muaj dhe çdo vit ai duhet. Tani prekim një çështje, një element shumë të rëndësishëm në të gjithë betejën kundër kancerit të gjirit. Fillimisht, zonja Mati, cilat trajtime standarde jepen aktualisht në Shqipëri për kancerin e gjirit? Shiko Bruna, kanceri i gjirit fatmirësisht është një shembull i mirë në Shqipëri për sa i përket trajtimeve, sepse në përgjithësi janë të mbuluara si nga kimioterapitë bazë, si nga terapitë hormonale dhe nga terapitë më të avancuara. Tani, dinamika e zhvillimeve për sa i përket trajtimit të kancerit është çdo ditë e ndryshme dhe është shumë e shpejtë. Pra ne kemi për vit barna të reja të cilat aprovohen për jo vetëm për kancerin e gjirit, por për tumoret në përgjithësi. Mirë, po unë do të thoja që nëse ne do të bënim të njëjtën punë siç kemi bërë me kancerin e gjirit për sa i përket mbulimit të barnave dhe për tumoret e tjera, unë mendoj që do të ishim në një kuadër shumë të mirë të trajtimit të kancerit në përgjithësi. Ndaj është një shembull për të marrë kanceri i gjirit. Zonja e tha që ka zgjedhur një vend fqinj për të bërë trajtimin, gjë që është një zgjedhje që ne e shohim në përditshmërinë tonë.